2 muaj pas vrasjes së 24 vjeçares palestineze Rayan Alan, policia ka bërë të ditur se është arrestuar babai i saj. Në deklaratë thuhet se 49 vjeçari Fadil Alan është ndaluar në Liban pasi është shpallur në kërkim me akuzën e vrasjes nga autoritetet shqiptare. Tashmë pritet që të nisin procedurat e ekstradimit ku ai do të përballet me prokurorinë dhe gjyqësorin për ngjarjen e rëndë të ndodhur më 22 shkurt të këtij viti. Nga hetimet e deritanishme, dyshohet se shtetasi Fadil Alan në shkurt të vitit 2025 në një apartament në rrugën Gjon Muzaka në Tiranë ka vrarë me mjete prerëse vajzën e tij, kështu thuhet në deklaratë për median. Babe Bi u regjistrua në aeroportin e Rinasit kur hyn në vendin tonë, ndërsa në ndalesën në Tiranë morën një banesë me qira. Për shkak të mungesës së reagimit, pronarët e apartamentit trokitën në derë, por pas heshtjes njoftuan autoritetet, që më pas konstatuan trupin e pajet të vajzës, e cila ishte goditur me thik. Mëtej nga verifikimet u zbuluan se 49 vjeçari ishte larguar me njëherë nga territori shqiptar dhe nga të dhënat e zbuluara, ai u gjend në Liban. Shkak dyshohet se janë bërë konfliktet në familje, ku prindrit nuk pranonin mënyrën e jetesës së 24 vjeçares. Trupi i pajet i vajzës u tërhoq vetëm 2 javë më parë prej tezës së saj.